Kam pritur në kryesinë e kuvendit për mbledhjen e Këshillit të Mandateve kreu i SPAK Lodian Braho së bashku me dy prokurorët që kanë në dorë çështjen e Belinda Ballukut, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Gjithashtu në kuvend kam pritur edhe motra e Belinda Ballukut, Pamela Qirko, në cilësinë e avokates. Pra Balluku në Këshillin e Mandateve do të përfaqësohet dhe nga Pamela Qirko përveç avokatit Ardian Kalia. Sot në orën 10 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Imunitetit në Kuvendin e Shqipërisë për shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme kundër zëvendës kryeministres e njëkohësisht ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Ky e fundit është pezulluar nga detyra ndërsa SPA kërkon arrestimin, edhe pse kryeministri Edi Rama kishte deklaruar më parë se nuk kishte urgjencë për trajtimin e kërkesës, duke argumentuar se Balluku mund të jetojë lehtësisht ndërsa është e pezulluar, duket se kjo qasje ka ndryshuar. Fillimisht socialistët paralajmëruan se do të prisnin publikimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, por vendimi për thirrjen e Këshillit të Imunitetit erdhi pas një kërkese të Bashkimit Evropian, që vuri theksin tek nevoja për një trajtim të shpejtë të çështjes së imunitetit parlamentar si pjesë e angazhimeve për luftën kundër korrupsionit. Heqja e imunitetit nga kuvendi do t'i mundsonte SPAK-u të kërkojë maca të tjera ndaj Ballukut, duke përfshirë arrestin me burg, arrestin në shtëpi apo masa kontrolli në banesë. Megjithatë, për këto masa autoriteti i kuvendit mbetet vendimtar. Për veprime të tjera si detyrim paraqitje apo kontrolli pasaportës, SPAK nuk ka nevojë për autorizim parlamentar. Ndërkohë ndryshimet e reja në kodin e procedurës penale, të cilat kërkojnë 84 vota në parlament, nuk mund të jetë të vlefshme mbi rastin e Ballukut. Të ndryshime kufizojnë mundësinë e gjykatës për të marrë masa ndaj individëve me poste të larta shtetërore, duke përjashtuar arrestin apo pezullimin për disa kategori, por nuk ndikojnë mbi masën aktuale të pezullimit të ministres.